Kam djemtë, kam vajzën, janë të martuar, kam fëmijë, 11 mesa, një pa i kam. Edhe në vijë nuk jam me në madhe me thonë që për shes saltanet se tonë kena më ungër me shumë shtirë mi pas një pat mesat jashtë e vetë më konë këto. Bashkë si djallë nuk ka si, po në të krasimin po, se është i mirë. Edhe nusët i kam si qika. Është pak e smet adetet e përpashma, po, e ka qef, po, dhoni jam me qëto adetet dhe musë më pënga. Mirë, falim. Mirë. Pak e lodhur jam. Po, jo, ko marrë për rrugës. Po, për Hollandës. Po, Kena Hollandën. mirë shumë, mirë. Sa vite e në Hollandë? Që 3 vjetë. Po. Po, i kam djemtë, kam vajzën, janë të martuar, kam fëmijë, 11 mesa, një pa i kam. Tash na me penzion, tash pe vim pak ma shpesh. Familje madhe këtë. Po. Keni arë me bashortin? Po. Ka një merë malli mas shumë të. Na me malli për njerëz familjar, për shoqni, edhe kur jerit një kohë gjatë, merë edhe për dhejt me malli, për gjithë shka. A ju respektojnë sa duhet juve, kur vini këtu në Kosovë? Qëta është isha me blet dishka dhe për ves, jo fort, jo. Se jena mësu pakës ma ndryshe se nuk ka puna kajtë të paja, është puna me pëjtë mirë dhe me ta spjegu që apë do me shi. E kur ta si, ndasht mirë, ndasht keqën me ta spjegu e merë. E jo hajtë veç jo fort. A të pëjle për shpet mira dhe me Jo, bre, jo, na shumë të kallë në asë vendit e këtu fort. Shoshnia e familja po, veç qertë jo fort, s'po na bojnë pakës. Sa për bojnë moni keqë to? Po dishka me përmëndojnë që unë për vetin në vijë nuk jam me në madhe me thonë që për shes saltanet se tonë kena më ungër me pi dhe këtu shuqër. Po nuk e di, qëta është thash edhe pasë më boni pak në vëzë, pak jam edhe... E boni në vëzë? Pakës, po. Po. Sa në gjithë për e njërë? Ja, jo shuqër jo. Që ka hargjër ma shumë? Kur të vish ka hargjëjsh, nuk më dhime kur gjohë, gjithë shka, ushqimet, senet e mira, tash e kena dhe banesën e të vetë, jetojmë këto 2-3 mujë. 2-3 mujë këtu? Po, shkojmë. Se po një standarde dhe këtu? Po, shuqë, po. A shqyë me bo një standarde për numë, për mi arrit me bo një banesë, ose me kontribu me investu në Kosovë? Jo, kër ki qëllimin e mirë dhe mendimin e mirë, edhe punë të vijen mirë. Mirë, po, duesh me punu bëjagje shumë për më mujtë më arrit. Sa ko të ka deshën punu ty e? Valla, kena punu një 20 vjeton e burri, sëmi tash t'i në rrit, ata kanë marrë tash për sipër, tash na vesh pak me shëtit. Tash se fa po bënë, ja? Po, tash pak se fa. Qa keni punu të ka Kena gjithë kena punu, a në restorane, i kena firmen me ly, gjithë edhe djemë, restorane, dëmë plegjve. Ma të fështirë që e ke punu na e? Në restoran. Kuzhinjerë më konë është fështirë. Po e këmë punu me qefë dhe ta shpisho pasoja pak. Sa paguat një kuzhinjera atje? Pra fështësisht paguat 4.000-5.000 euro. Po dhe standardi është si këto, njëjtë është si edhe atje si këto, njëjtë si janë shpenzimet të mdhaja. Se ti qojnë, ti me rogën e madhe, po tatimet janë shumë të mdhaja. E ki rogën e vogël, tatimin e vogël, kështu që njësaj pi bjenë. A dhe për që të më në Kosovë këto? Po, kisha jetu. Sa botojnë pas për këtheje? Kisha jetu, se për që ata dhe për vijim këtu, veç nipat e mesat, se kam respekt për ata që ka thmit jashtë, se është shumë shtirë mi pas nipat mesat jashtë, e vetë më konë këto është pak shtirë, për që ata veç që shkojmë, se jo fart më këthy atje. A jetojnë, a kanë dëshirë me jetu në Kosovë? E dojnë Kosovën, po vijen, gjdo verë vijen, tash edhe thmive për kanë qefë. Pjo pëlqen këtu Kosova, e kanë dhe dojnë edhe thmite e vetë. Na jena shumë
mas Kosovës. A dhe të fëmina i kitë martu? Po i kam të martu, krejt i kam të martu. Shqiptar? Po. Shpërkune se martu me një të hujen? Është, ku ma kena rritë shumë e burrin më smilon më martu me të hujen, edhe kena rritë qëllimin. Po i kena nusët shumë të mira, dhondrin shumë të mirë, kështu që... A dhe dhondrin për mene, a do dhondrin të hiqë? Si djallë. Po, valla. Si djallë me dashtë? Bashkë si djallë nuk ka si, po, në të krasimin po, se është i mirë. Edhe nusët i kam si qika. Kështu që... A ki vetëm një dhondër? Një dhondër, po. Para sret? Po, për hasrat, po, asë nuk i përzina, asë nuk më përzihet. I ka... jetën e vetëm në temen, kështu që... Dashnia mua beti është maj malë. A djallë, ja nuk kuptohet. Krasohet, po, që ato vjen. Ato vjera që tojnë mujna mi dashtë, si djem i dojmë, a do nërët ato? Jo bashkë si djem, nuk mundoj më dashtë, se thmija është thmi. Po, në qatë randë vjen edhe dhondri, ku është i mirë, nuk e di. Nuk i përzina, se bojmë vetëm me nga thonë dishka fjallin në romë. Kështu që... Ku me jetu me dhondër? Po, me jetu po. Pse nuk e di. Tash edhe nuset djemt i kjo i kanë këtë shpia të ofër neve, as nuset të shpis i kanë. Se është jardë jeta, mësë me se është edhe ma mirë. Për se cilën, edhe për ata është ma mirë, edhe për neve. Kështu që vish me të mira jena, kur s'kena vësot. Kështu që shumë pozitive duke shgrua. Po. Sa e keni plan me nejtë? Laj dhe katetori, po. Po, së që 8 mujë. A i shkojnë shpejt që ditë në Kosovë? Po, shkojnë shumë shpejta. Dasma keni kështu? Tash t'i dasma vijen, po i kena 1-2 dasma, po vijen, kur t'jena këtu na shohin, hajde, ase, po. A lën bakshishe shumë zakonisht? Normal, me kamat. Po, sa kam si, po. Jo, mi të puset të projnë, po edhe më nuk kuritëm. Apo lijen bakshishe moqët kujona, me do që kanë lopë kanë? Nuk e di valla. Na bojmë ato tonën, na jena rritë, se na që jena jashtë neve nuk ka nalë sa hati. Kështu që jena dashni e respektin e kina Allah si kur gjithmonë, që ashtu edhe kina mësu dhe thmit, i kanë edhe ata që ashtë respekt e dashni për krejtë. Unë dhe që ju nuk i leni bakshishe të bini prapë kur të vini këtu, a vazhoni me pru halanjet, me dhe bakshishe? E kështu jo fort, ato jo fort, jo. Se na jena gjithdo dytën mujë këto, mirë, po nuk lojmë ku dalim më paguë ma se... E kam burin pak shumë duhet dosh lirë. Ako, nuk ma besimtore? Unë gjakovart janë gjithmonë, po gjakovart janë gjithmonë. Ju e një mandor? Mandor, po, na i kira qefa në ranë mi qitë, kajtë sanat më ranë, mësë me hargju gjithë ka se fitohet vështirë, e hargjohet shumë ka laj. Pas karaburit mirë, një gjakovare, kursimtare? Po. Njoni duhet më konë. Ata prishta e pashotë? Është pak e smet adetet e përpashma, po, e ka qef, po, dhoni jam me qato adetet dhe mësë më pëngan. S'ma prish fort, po i ka dalë, po, që 30 e kusur gati 40 vjetë bashkë, ja di njëri tjetërit. Kështu për veshja të ngonë, mos vishto? Jo fort, po, jo shumë. Nuk përzijet fort. Ka që pak si qik mu do, jo si plak. Po, që ato po i ka, po jo shumë. Edhe ato si qik po do kështë edhe ti? Po, falim të Ka majtë mirë? Ne keni majtë ma mirë në tjetërin? Dëtë, valla, dëtë edhe i mu edhe unë ata, dëtë. Se që të video bashkër ti, që a i kështë thonë? Në hatë për foli mirë për ty, për edhe ti më sarë falë mu për edhe për mu. A keni përshëndetje mja qokë? Një përshëndetje, se ka pas një operacionet, ashtë është pak ma mirë, edhe shërëm sa ma të shpejt. E rritë zoti, që Falim tjerit. Po të në fond, një mesazh për gjithë diasporën, ku do që janë?
Një këshill, një mesazh, se na për diasporën nuk e di çka mi thonë se ojnë gjë, se vetë jam e diasporës, na i dojmë Kosovën shumë. Duhet me pas pak durim masi, mos mi marrë senet negativ, mi marrë pozitiv, se kesh me nervoz për tash u takova aty që kjo është që të bën Kosova pak e smunim ma mirë masi. Kështu mi marrë vetëm me pozitiv. Kështu edhe mirë se vinë të në Kosovë. Më shkojnë dika tjetër, po vendi i huj joti zbohet. Kështu është që marrë në Kosovë. Naç në Kosovë. Faleminderit. Ushqime të këndshme. Faleminderit. Uroj më të mirat. Faleminderit edhe juve. Faleminderit, një punë të mirë, bofshit, një ditë mirë, me të mirë takofshit. Shumë faleminderit.